Objekti është këtu. Të gjitha gjërat i ki shumë ofër. Çmimin është tejet i volitshëm. Jemi shumë pranë komunës në Fushë Kosovë. Kjo është banesa prej 84 m2 në fletë poseduese. Pamjen e keni komplet të hapur deri te plepat atje ku shihen, për shkak se kjo pjesa këtu është tokë e komunës dhe objekte nuk do të ketë. Në këtë terasën e madhe ka ndalje dhoma kryesore e xhumit dhe qëndrimi ditor. Shkojmë ta shohim edhe nga brenda. Tash po futemi në pjesën e qëndrimit ditor. Qëndrimi ditor është mjaft mirë i organizuar. Pjesa e kuzhinës vjen në formën L. Pastaj keni këtu vendin për tryezari dhe këtu e zën një L në formë që ti mundesh me përshtat televizorin në anën e kundërt. Orientimin se cila hapësirë e ka nga lindja. Nxemjen banesa e ka të punuar në ndryshime, është e pabanueshme më herët. Për herë të parë ke mundësi me jetu ti. Ndërsa kjo pjesa këtu mund ta shihni, është një hapësirë e mjaftueshme në korridor ku ti mund të vendosësh shumë dollapa për vendosjen e këpucave. Këtu e kemi pastaj dhomën e parë të gjumit dhe dhoma e dytë të xhumit apo dhoma e çiftit është kjo këtu. Këtu e kemi një shpajzë dhe një banjo të madhe. Krejt çka duhet është çmimin, është tejet i volitshëm. Çmimi për metër katror është 821 euro apo në total i bjen 69.000. Është çmim shumë i volitshëm për pozitën dhe banesa e cila ndodhet në këtë objektin ku të gjitha gjërat i ki shumë ofër. E ki komunën, e ki shkollën, e ki ambulantën dhe i ki kejt marketet me shumicë. Qasjen e ki shumë të lehtë për me ardhë deri te banesa juaj e re. Në Bresje, të semaforat mund të lakosh dhe të vesh te banesa, por kjo rruga këtu që shihni mund të dalesh te Baumarketi në pjesën kryesore të Fushë Kosovës. Banesën nga brenda veç e pat, krejt çka duhet është një vizitë dhe banesa prej 69.000 euro bëhet e juaja.